Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Sot po ju tregoj recetën që ju kam treguar edhe në Instagram, një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë që butë dhe super e shijshme me kakao dhe kokos. Përgatitet shumë lehtë me përbërëse që i kemi gjithmonë në shtëpi, kështu që pa më kohë fillojmë me përgatitjen. Fillimisht në njëjmë po i hedhim vezët bashkë me sheqerin, ku do t'i rrojmë mirë derisa të fitojmë një masë kremoze. Tani pluhurin për pike e hedhim tek mielli dhe i përzim bashkë, e lëm në një anë që ta kemi gati për më vonë. Tani hedhim vajin, qumshin dhe krejt në fund do të na duhet edhe një sheqer vanilje dhe do t'i përzim edhe një herë bashkë para se të fillojmë me mielin. Tani mielin do ta shtojmë gradualisht duke e përzier vazhdimisht që mos të dalë pa kokriza dhe sa më e butë që të jetë e mundur. Normalisht besoj që po kuptohet, unë këto e kam përshpejtu videon për mos me humbë shumë kohë, por gjithsesi mielin duhet ta hedhim gradualisht. Tani mosa është gati, tepsin e kam përgatitur me letër për pjekje dhe e kom li pak me vaj, pastaj po e hedhim të gjithë mosën dhe po e shpërndajmë në tepsi ku do ta fusim në furrë për pjekje. Derisa keku të vijet, na fillojna me përgatit kakaon. Fillimisht kena me përzit gjithë përbërësit bashkë, ujin, kakaon dhe sheqerin. Kena me përzit derisa të shkrihet mirë dhe mos të jetë e njëjtë. Pastaj e ndezim zjarrin, temperaturë mesatare dhe vazhdojna me përzi vazhdimisht që të mos ngjitet dhe mos mbetet me kokriza. Tani kakao ka filluar të vlojë, në këtë moment kena me hedhë gjalpin edhe kena me përzi mirë për rreth 2-3 minuta. Duhet vazhdojmë me përzierjen derisa të bëhet një salcë e lehtë, mos jetë as shumë e troshë dhe as shumë e hollë, vetëm sa për të zhytur copat e kekut. Dhe krejt në fund kakaon e lëmë në një anë që të ftohet derisa keku të jetë gati. Keku tashmë është gati, është pjekur shumë mirë, siç po shihet. E kemi pjek në furrë të parangrohur në temperaturë 180 gradë për rreth 30-35 minuta derisa ka marrë ngjyrë të artë sipër. Dhe duhet ta lëmë që të ftohet, por për me përshpejtu ftohjen e presim kështu në copat e vogla, të cilat kena me i fut në kakao pak më vonë. Tani vjen pjesa më e bukur ose për ndryshe pjesa ime e preferuar, ku copat e kekut kena me i zhyt shpejt në kakaon e përgatitur nga të gjitha anët që të marrin shijen. Njëherë pas kësaj kalojna në kokos dhe i mbulojmë. Dhe kuleçët e tortës janë gati, janë super të buta dhe të shijshme. Dua me sqaru edhe diçka, kush më përcjell në Instagram e din shumë mirë për çka kam fjalën, kështu që pa humbur kohë po kaloj drejt në temë. Unë kam dhënë thjesht mendimin tim për këtë pjesë, që sadopak dikujt që i duket shtret për me ble këtë lloj torte, thjesht mundi me përgatitë në shtëpi se janë përbërës që i kena në shtëpi, gjithë në shtëpi. Kështu që nuk e kam bë për me ul askënd, e di që secili e ka punën e vet, mundin e vet dhe vendos vetë për çmimin i cili ai mendon që është i arsyeshëm, sidomos edhe kur përfshihet koha edhe përgatitja. Kështu që thjesht në rrjetet sociale shpesh keq kuptohen shumë fjalë, prandaj veç deshta me sqaru këtë pjesë. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni me bë like, subscribe dhe aktivizoni zilin për receta të reja. Faleminderit që më ndoqën dhe ju uroj një ditë të mbarë.